Përshëndetje të gjithëve. Siç e shikoni, jemi në 440 Boston. Siç ju kisha porositur dhe njoftuar, do kemi një episod marramendës. Sot kemi një mikun ton këtu të ftuar. Jemi me Nazim Saliun. Siç e shikoni, Nazimi është këtu në studio me mua. Nazim, faleminderit jashtë që pranuat ftesën këtu në 440 Boston në 5:20 e thënë shqip. Është kënaqësi e veçantë edhe si vajti rruga njërë, se ke harë na Connecticut. Ndëgjo ma ke po pak me hilja. Më ke zgjuar para 4 mëngjesit të jem këtu 5:20. Edhe me të vërtet është një kënaqësi ime që jam këtu së bashku me ju. Dhe më pëlqen kjo ide e podcastit. Më pëlqen kjo gjë e bukur që shprehet edhe flitet edhe tregohet një rrugtim ose suksesi ose jetë. Kjo është një kënaqësi e madhe. Edhe unë altin të përgëzoj për kur kam dëgjuar, edhe me të vërtet kam thënë që do ta bëj të pamundshëm. Unë nuk shiko, si të dukem. Do të pyes se je më profesionist na mua. Tani ti numëron rreth 270 më the, 270 episode në televizion, në televizionin si dhe te Roku TV në community, në Rock TV në komunitetin në Connecticut. Unë pesi kam filluar me Noli Show, me kanalin tim, kam filluar, kam ardhur deri 270 emisione. 270 emisione. Kënaqësia ime është e madhe që më është dhënë mundësia, kur kam punu edhe punoj prap në Channel 3 në Connecticut. Aty gjithmonë kam pasën dëshirë, thosha, unë po e bëj një lloj show timin. Po pse si pyes edhe këta më i thanën, po a ka mundësi diçka të bëj dhone këtu? Dhe më dhanë të drejten, para 2 viteve pas pandemisë më dhanë të drejten që të kem një pjesë të televizionit e Roku Rakil Community TV, dhe ku aty do ta falenderoj edhe mikun tim Michael O'Toole, ai është një producenti edhe regjisori i emisioneve që më ndihmon mua. Dhe mundësia është që me të vërtet kam kënaqësi të thras të gjithë shqiptarë amerikanë këto që jetojnë, sa do qoftë të tregojnë rrugtimin, suksesin e tyre, punën e tyre, se çka bëjnë, si veprojnë dhe sa janë të suksesshëm. Politikës ju kam largu gjithmonë, edhe nuk e kam dashur shumë. Por kur po i shoh tashti njerëzit, shqiptarët tonë që po kanë suksese edhe po vinë pranë politikës amerikane, po thëmë, pse mos t'i kam, t'i pys, si kanë ardhur, ja, si kanë se. Si po vinë, ja, e kishëm diamantin, Diamantin Senaj. Atë kam mik, e pata para një muaj gjys 2. E kam ndjekur diamantin, tërkon, më ka pëlqyer jashtë mase. Ka pas më ardhen para 3-4 dite, po isha pak me grip edhe shtynën për një periudhë pak më vonë. E kështu që me të vërtet jam shumë krenar dhe jam shumë i lumtur që me të vërtet kënaqësi është e madhe që shqiptarët e tonë kur po shoh që kanë hapur podcast, televizione, po bashkohemi edhe pse jemi larg nga vendet tona. Po ti je legjenda tash, ke arritur ajo që tham tek 270 është një kënaqësi. Është dashuri. Do vim dhe tek ajo kafen si ta kam bërë një. Kafja, shumë e bukur, kafe. Më kujtohet se kur isha kam pasur një me labin, isha labi te labi tek që del tek njësejnë te Kosova, po, që ka kafe me labin. Kafeja me labin në ndodhi në Amerikë, te një frizer, te një flori që është në pjesë të New Yorkut, ka Yankers aty në ndodhi me labin, kafja me labin, edhe ishte kënaqësi jone, edhe këtu ja po e pi kafen me juve. Bëhet qefi. Nazim, tash unë do të them Noli të njeft tërë shqiptaria dhe këtu në Amerikë, po edhe andej në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi. Gjithmonë të ftuarve i bëj një bio të shkurtër, t'japim dhe të dëgjuesve tanë të marrin më shumë info se kush Noli, kush Nazim Saliu është. Okej. Nazim Saliu, i njohur si Noli, është një moderator televiziv dhe podcasti, producent mediatik dhe aktivist kulturor
shqiptaro-amerikan. Ai ka lind në Kosovë dhe gjatë viteve të vështira ka jetuar në një kamp refugjatësh në Maqedoni, përpara se të emigronte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1999. Në SBA, Nazimi ndërtoi jetën e tij duke punuar fillimisht si floktar profesional, ku hapi edhe biznesin e tij, Noli Hair Salon. Paralelisht ai ndoqi pasionin e tij të hershëm për median dhe komunikimin. Ai është themeluesi, producenti dhe moderatori i The Noli Show, një emision televiziv dhe format podcasti që transmetohet përmes Noli TV, Rocky Hill Community Television, dhe platformave shqiptare si TV Alb. Emisioni përqendrohet në intervista me shqiptar të suksesshëm në diasporë, artist, afarist, aktivist dhe figura kulturore, duke promovuar kulturën, identitetin dhe vlerat shqiptare. Emisionet zhvillohen kryesisht në gjuhën shqipe. Përveç veprimtarisë mediatike, Nazim Saliu shërben si këshilltar për kulturë dhe art pranë Federatës Pan-Shqiptare të Amerikës Vatra. Si të duka? Isha mirë? Ndëgjo, është Mos harrova gjë? është një gjë shumë interesant. Kur një gjë e bën edhe kur ka njëherë veten nuk e kontrollon. Nuk e kontrollon veten, po kur ti thot dikush pranë, të duket të rikthehen pak në një jetë dhe fillon mendon. Edhe mendoj thom çka kam bë. Unë jam që 40 vite në karrierë. Si që tash, origjina ime është nga Banulla e Lipjanit Kosovës, por unë kam lind në Shkup. Atje kemi jetuar në Shkup ke lind? Po, atje kur ke lëvizur në vitet 1985 jemi kthyer në Kosovë. Edhe po do të flas pak për rrugtimin e Shkupit, si fëmijë. Love to hear about it. Me zie presa dëgjoj. Në Maqedoni kur kemi jetuar atje, ka qenë pak edhe ato vitet që kanë qenë aq larg. Na u ka du Kosova me Maqedoninë, se flishin maqedonisht. Prindët tanë gjithmonë mendojshin, thoshin se duhet me kthy fëmijën në Kosovë, se mundohet që edhe hupin gjuhën, e hupin kulturën, hupin traditën. Anë nuk e kishim pas ditë se Maqedonia Ilirida ishte vendi jonë shqiptar. Aty filluam si fëmijë në shkollë, mësojshim shqip. Sa klasa bëre në Maqedoni? Vajte në shkollë Maqedoni? Maqedonisht, turqisht, shqip, gjitha gjuhët. Edhe aty tani pam veten që mësoja kapja gjuhë, të huja, do me thane 2-3, edhe, por dëshira dhe pasioni familjes time ishte që unë të bëm një mjek ndonjëherë, të bëm një edukum, se prindërit më kishin vetëm ideal. Se ka pasur gjithë familjes shqiptare, nuk e di, kjo meksia ka qenë shumë vetëm ideal, edhe kishin mundësi si prind për fëmijën e vet që bajnë. Edhe unë e kaloj aturën e gurit të Maqedonisë, Shkupit, edhe shkojsha në shkollë. Kam qenë Shkup, ja. Edhe duke shku në shkollë, ka qenë ajo, i thëshin ploshtatit të njëherë, ka qenë një qendër shumë e madhe aty, pas urës gurit, edhe kanë qenë në disa lokale, por ato objekte të mbaruara me ato dekorimet e vjetra, me ato dritarët e mëdhaja, unë shikoja për dritarë dhe preshin njerëzit flokët. Ditë pas dite, tu këthy, shkon shkolleja, prapeja, dhe talim një ditë tam, farë bukuri po bojnë të njerëz, hajtë të shohë, që të pyti? Edhe thomë, më falni, se zakonisht ka qenë në Maqedoni gjë shumë interesante, se atje, fëmin kur nuk i ka lënë në shkollë edhe në shtëpi, po në shkollë edhe një profesion. Profesionet që kanë qenë floktar, këpuctar, çanta për të rregulluar, edhe pshisa, metla, si thonë, pshisa, këto kanë qenë zanatët. Por familja ime ishte kurështar që mos shkoj asnjë zanat, vetëm se shkollën. Edhe unë
vrapova. Të duam këtu 100% fokusuar tek shkolla. Edhe unë fillova tani me zanatin. Kur fillova me zanatin edhe kishim një person që punojshim së bashku, ato ishim Maqedon. Edhe unë isha përcaktuar të disa njerëz që shkonin në përgara, në për Evropë. Shkonin në Greqi, në Turqi, në Itali, në Gjermani, në Poloni, në Hungar, gjithka shkojshin, gjitha vendet. Edhe një ditë i thot ai shefi mamas tim, thot, na jep djalin se ky i gjati bukur edhe sa të qoftë më na i mbajt ato mjetet, krahrat, brushat, tharset. Thot mami, thot jo, unë kam vetëm një djalë, nuk mund ta lë. Thot, mi thot, po le djalin e të shkoj se çka ka. Fillova të shkoj dhe më pëlqeu ajo pjesa artistike. Pjesa artistike. Edhe ashtu filloi dashuria e flokut edhe si thash në vitin 1944 shkova ushtar, i ri shumë, 17 vjeçar. 84 apo 44? Më fal, 1984. 84 e kapa se thash. It's fine. Është normale. Edhe u ktheva në 85-ën. Edhe pse një vit ka qenë ushqyer? Se kush ka qenë mbajtësi familjes vetëm një vit ka qenë. Edhe prej atëherë familja ime u stacionu në Kosovë, në Lipjan. Erdha në shtëpinë e re, se kam folë këtë kur se kam folë, është shumë interesant. Është kënaqësi e veçantë atë dëgjoj. Por e kthehem. Po Lipjani, më falë se kemi pas dhe ne në Fier, bar Lipjani venim tërkoni, në Lipjani nuk më kujtojnë emra 27 ka qenë 27 vite të shkuara. Lipjani ku është? Lipjani afër Prishtinës, është mes Ferizajt, Prishtinës edhe Janjevës. Edhe kur u ktheva si fëmijë, u ktheva i ri, shtëpia ishte e re, gjithçka ishte në rregull. Edhe doja thosha bëj diçka në punë, diçka të punoj, diçka dhe vendosa të hapi një lokal. Kisha një dajo, a ishte daja i mamas time, ata ishin në Gjermani. Daja Ramiz, e përshëndes shumë. E përshëndesim Daja. Edhe ende është gjallë. Edhe po i tham daja, thash, unë kam marrë thash për ushtrisë, shifet se gjendja për 80-s në Kosovë nuk ka qenë gjendja e mirë. Edhe thash du të hapi një lokal, thash po ti di që e ke shtëpijen thash në qytet në Lipjan. Edhe thash unë dua, thash e ke garazhin aty, se ai kishte garazhin, e kishte bërë sikur dhomë. Po ishte në rrugë dhe në qytet ishte. Je, ka qenë mënyra se si ishte i vendosur në rrugë, kishte akses. Në lokal, tha, po, s'ka problem, edhe tha, a më kujtohet, ishte qiraja atëherë, $100, 100 marka. Se me marka punoj. Tha, sa nuk ti marrën një 4-5 muaj paret, heq vetëm punase. Çka kam bërë? Mërë zërë, është një histori shumë interesant. Kam marrë karriket e makinës. Sediljet që i themi neve. Sediljet, ose si toni. Edhe kam marrë atë shofrën e gomës e kam hjek për të bandashin, ose si toni. Edhe kam marrë e kemi saldu një hekur. Për ta bërë si tavolin? Jo, për ta bërë si karriken. Si karriken, me makinës e kemi hjek edhe kemi saldu me një pjesë të hekurit edhe kam marrën... Për ta sajuar si karike berberane? Po që karike berberane, ju e dini se kariket e makinës janë taman të ullurat bukura. Kënaqë, kanë good siri. Më kujtohet ishte atëherë ishin disa lokale që shkoja bleva një pashyre, tërmullakt, edhe disa setet të banjës, plastikës. Aty fillova. Edhe po i thëmë dajo, apo mi bjen një 2 fotografi, thash prej Gjermanisë me flok. Edhe tha po ti bi, edhe mi prone. Edhe unë fillova të embarova një karike me trasat drunit me një mbështetje për 5-6 vetë. Aty filloj puna. Dhe e kishe në mendje 18 vjeç dhe e kishe në mendje për hairstyle, domethënë edhe për femra edhe për meshkuj, jo vetëm meshkuj, domethënë jo berberhane, domethënë ishte hairstyle. Me fillu si hairstyle se nuk ishte e puna. Fillova
për 18 vite që ndrova në Lipjan, bëra një emër të bukur, bëra gjërat e bukura shumë, filluam më ndërkthehet një gjë tjetër, po të dalë në për Evropak, bëj gara me flok, filluam në vitet 1991, 91, 92, 93. Kemi qenë në Itali, kemi qenë në Ke brellë tërë Evropën, po, kemi qenë në Greqi, në Budapest, që në Budapest u patmojtën në 1991 kampioni evropian për flok. Wow. Shkova, unë ishin konkurrent për gjithë botës. Nuk e keni idenë, e zura vënën e tretë. Wow. Në të kampionin. Ashtu tani u bë një vit tjetër. Beautiful. Edhe... Ishe me ekip, më falë se të pres, ishe me ekip me vete, like, kështu apo vinin... Jo, e misha në një model. Përfaqësoje Prishtinën, Kosovën, apo individual, like... Nuk ka pas atër, se atër kemi qenë, si thot një fjalë populore, as në qiell, as në tokë. Me shku me sërbë, me marrë emën sërbës në pëlqeke. Kështu që i gjeshim ato fletat, ato listat, që konkurrëshe vetë si konkurent. Dhe misha modelin me vete, me model shkojsha. Kjo ka qenë. Ato këshin kriju, sërbët kryojshin, po Kosova s'ka pas atëhere. Që jemi kanë 2-3 stilistat mirë që jemi kanë, që kemi marrë pjesë, po nuk kemi shku me thonë që po përfaqësojmë Kosovën në atë kohë. Dhe ka qenë po flas marrëvesh, individuals. Por tani masani na janë ba, po tani mo lufta dhe mo tash të mas luftës mo. Of course. Po flas në atë periudhën e atëhershit. Edhe merrem me men, fitojsha, edhe kur u kthesha në lokal me mund të them, të kanë pritur njerëz atje, domethënë kishin marrë vesh që aq bukur që më pritëshin, Nazimi, aq bukur, aq mirë. Merrem me men kur u kthesha me me thasje thonë të ne, me produkte që i mirsha për atje, sa ta doshin produkte dashin. Si u ishe i mirë, dashin produkte, domethënë shpërblim diploma. Edhe një gjë e kam pas, edhe gjithmonë kam edhe peng, se mu lokalin gjatë luftës më kanë kallë, krejt. Një anë të murit prej kur anën ana e djathtë edhe muri anës të majt kanë qenë me diploma që kam garu në për të gjitha vendet. Tani filluam të garojmë edhe në për vendet në për si quhet ish Jugosllavia në përpashme. Kemi tani marrshim diploma, tani shkojshim se vetëm i çiçin ato konkurset. Edhe ne u shkruajshim edhe paguajshim disa fi, edhe po shpenzimet ishin. Shpenzimet gjitha të tua personale. Gjitha të mia kanë qenë. Po tani atje fitojshe. Kur fitojshe, ata dashin bonuse, dashin kishte bonuse, produkte gjëra të kësaj natyre. Kjo ka qenë ajo periudha. Edhe tani fillova bëra një emën të mirë, edhe kështu që puna shkojke mirë, edhe po dyqanin kur e dojgjën, se më troqi vëmendjen ajo fjalë. Tash të dalim te pjesa e luftës. Në vitin 1991, po flas ashtu shkurti, që është marsit. U borë muj në Kosovë, si që dini vetë, lufta filloi. Po prej viteve 97, 96, 98, gjendja u tensionu shumë e keqe. As nuk më shumë e dalë për show. Vetëm se mranda, bëjshëm qka bëjshëm, luft hesapi. Luft. Edhe vetëm qka punëshëm me njerës të tanë qka ishin aty, rinja nuk u dzëshin e për qytete me dalë. Ka qenë shumë ka qenë një të merë. Më ka folur dhe mentori, kur kisha mentorin këtu, një të merë ka qenë atë kohë. Shmëndurime. Mu gjamat e lokalit mi theshin, pas dhe i regullojsha, prap mi theshin, prap i regullojsha. Qiran për qiran nuk mu isha me mbulue, për damit që u bëjshin, tu i thy, tu u gju, tu u bëjnë, gjithë shka në të kohë.
Gjithçka u përmbys. Gjithçka u përmbys. Edhe e dogjën dhe lokalin. Edhe ne Lokalin lëvizje, si ishte tek po, ne akoma ikëm- te garazhi i Dajos, domethënë Jo, lëvizje jo. krijove diçka Ishin tënde. dola unë tani për 18 ditë që Krijove, punova, ja. kam kriju, kam dalë në disa vende të ndryshme tani dje, por aja ka qenë vetëm fillimi i karrierës time që kam punuar me flok. Por dal tash unë tek fundi i 99-s. Ja. Në fund që kam pas rregullu lokalin, ka qenë në ndër lokalet më të bukura. Merë me kam pasën njeriu për Prizrenit, krijon atë. ka punu me bris, ka punu në Drurin, lokalin tim që kam pas lokalin e bukur, të gjitha anët e murave kam pas Me diploma. ju morëm pas shyre kështu, që kur të hysh të dëkës kur me kanë ku me ditë ku, ashtu e kam pas rregullu. Nuk ka qenë shumë i madh, po ka qenë i vogël. Ke pasur dhe syrin e të bukurës, si ta organizoje, si ta bëje që klientat kur vinin të ndiheshin sa më home, ta kërkonin nolin, jo vetëm për herë dizajn, po të ndiheshin dhe ëmbël e bukur në ambient. Gjithmonë e kam pas shefat, domethënë në kryetetin, në Sallanës, aty ku kam punu me bë bukur diçka me bë. Është kjo syri i të bukurës, është kjo që përmendam, ke syrin e të bukurës, e kemi ne të gjithë shqiptarët. Domethënë, e kemi këtë syrin e të bukurës, duam çdo gjë ta bëjmë në atë gjën më të mirë të mundshme. Edhe thash 99-ën kemi ikë. Edhe kemi dalën, e kemi shu vendin krejt. Ikët u shpërngullet në Maqedoni. Dolëm në Stenkovacin e një, ku kam punuar aty. Dhe një të shumë? Prej prill, maj, qershor, korrik, gusht, me 6 gusht 1999, jam marrë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Phoenix, Arizona. Në Phoenix ke ardha ajo e parë? Është kjo partia që mori i Amerika për gjithë këta të mbas luftës, që ndihmoi gjithë? Unë isha gati para fundit, se unë nuk doja të nisem. Se thosha, nëse kam shtëpinë, okay, çka kam me lyp, unë kam gjithat. Mu dësh shtëpia, mu dësh lokali, çat rritash. Ja. Me shku edhe me asi. Por nis gjë, çam kam me që e moja të kujtem, janë një gjë shumë e bukur që kam sjell me veti. Do të pyesja, po I can't wait, dua ta dëgjoj. Ne ndam 2-3 fjalë bashkë para se të fillonim, po jam habitur. Unë jam adhurusi kamerës, qysh në vitet 1986-87 Panasonic qështu kamera, me kasetat vogla, e kom pasën edhe gjërojsha dasma të kushëreve në vitet 1990. Amazing. Kamerë që... Po ajo që thash më ka habitur, si e ke ruajtur, se jo lufta dhe këto, bravo të qoftë. Kjo është një gjë që për shembull e ruan edhe ke pasje pasion. Edhe pse e kam dashtën kamerën, edhe pse që u flit pak më herët prezantimi, dhe të tregoj një rast shumë interesant. Dhe të dalmi tash edhe më herët. Ja, dua ta dëgjoj nga filloi, se e di, se që përmendëm edhe aty me podcastin me Noli Show, atë duhet vija te fillimi, e zi po prisja, po s'doja të ndërprisja. Ku ishin ato fillesat, se për Berberanën e folëm goxha, po për fillesat e podcastit dua të di qa të bëri që të goditi te kamera. Në vitet 1970-at, 70-at, 1, 2, 3, ashtu ka qenë një ngatres të dajtë e me në fshatin Glogovc të komunës së Lipjanit. Për një misër, Kolomboqës, si të... Ja, misër i themi në... Ja. Ja ka marrë komshiu, një fëmija i komshiu, të ka pa, pse ke marrë? Për një kalli. Ja, kalli misë. Edhe shkuj ka rëshu plak, a ka shku të shpia, ka qajt, ka ra komshia, pse i rave aty, ka ardë puna deri me kosat, ja kanë hjek kokën njëri tjetrit. Ja kanë apo u matën për? Jo, ja ka hek kokën me kos në atë kohë. Edhe tjetri vlla dele merr hakun. Edhe ato dy fisë ishin në Bela. Ato kanë qenë në viteve 1972, 3, 4, ashtu si kanë sa e dione. Pastaj
në familjen e dajvet me, Rustemi, është bë një bised për të bërë pajtimi. Haku mur edhe mos ngelin familjet mbyllur, U bën barabar edhe të bënin atë bashkimi, të bënin thirrën njerëz të mëdhej në atë kohë që të bëjnë që merreshin me këtë të bëjnë pajtimet e gjaqe, pajtim gjaqesh që themin ne. U ndodh gjithçka, edhe thash të gjejmë një vend të bëjmë pajtimet. Atëherë nuk ka pas televizionet mëdha, ka pasën vetëm radio televizioni Prishtinës. Kujtohet sikur sot. 8 vjeç, s'kam qenë ashtu. Edhe erdhen. Kur erdhen, erdhi një kamerman, kishte pas një kamerman, me ato gajtanat, kurse mikrofoni nuk më hiqet nga mendja, ishte ngjyrë e verdh, si lloj piramide, edhe i mbështjellur me një alumin. Edhe përmbi e kishte atë cipën e metalit. Di si që kanë ato mikrofon, Dhe filluan burrat të mirën vesh me njëri tjetrin. Kur filluan të mirën vesh me një tjetrit, u ngritën në këmbë, edhe duan të shtrin dorën me njëri tjetrin, edhe tash kamermani edhe gazetari po hyn, po pyet, po thon sa si po ndjeheni, edhe si ka qenë rasti, edhe po i pyesin ato momentet më të mira tash të pajtimit. Edhe unë si fëmijë marrë dhe i ndiqje me kurreshtje. Po, ndisha me kurreshtje, ka fliste gazetari, ka i pyete, të gjithë merani pyete, edhe shkonte me mikrofon kështu. Secili, unë si fëmijë marrë. Çka kam bën? Mas një javë, 2 kam marrë të dajt prap, i kam marrë qerpiqt. Tulla, si thonë. I kam rënit, dajt kishin fëmijë sa të dush. Edhe ti rëniti fëmijën krejt radhë. Edhe unë tash të marrë misrin, pra. Kallinin e misrit, Kallinin e shokloj, edhe la në maje, e la me kokra. O, i le vetëm me kokra, që të dukej si mikrofon. Të më duket si mikrofoni, po të më duket ai mikrofoni edhe i verdh, si ai që kishe parë që të kishte ngelur. Po, mendja fëmijëve. Edhe filloj tash ti ku të kapem. Si të kapen, edhe si ta udhëheqi tani për tani. Si ta udhëheqi tani për tani. Tash programi Bujkut. Ishte programi Bujkut. Kemi pasur dhe ne në Shqipëri këto programe. Programi Bujkut tregojshin lektori, bujqësi. Për çdo të dielle e ke pasur programin e Bujkut në Prishtinës, Radio Televizion Prishtinës, dalshin agronominë për Exactly. Dalshin. Edhe unë çka i marr fëmijët e dajës, unë jo çisha dhe i madh shumë, edhe më të mëdhej të ulshëm, edhe shkojsha i pyet çfarë. Çka ke bërë ti sot? Çka ke mbjell? Çka ke korr? Si ke menaxhu sot? Sa lopi ke? Sa kështu? Dhe e bësha të misionin e bukur, thësha, po shëndetje dhe mirë se ke djalë me programin e Bujkut, këto i kemi të ftuar disa plektor të ri, që ata veç sa kanë fillu. Kur sa harroj. Aty më lindja e dashuria e mikrofonit edhe e prezentimit, edhe thosha, edhe aq ka qenë puna. Tani filloi jeta. E të fut në zemër direkt. Jo, filloi jeta, të kapem, të gjallënohem, të rinjohem. Por, pasi u martova, si tash bleva kamerën, kisha kamerën, më ngriste kamera, kisha qef të jam pranë kamerës me xhiru. Edhe ashtu në vitet 90. Kishe qef të kapje çaste emocionale. Kisha të gjitha kom shitjo pushërit, familjarët e mi. Das më bëshëm kamerën me kamë. Ka njëherë këto, bëshin këto, se nuk ishin këto baterijat. E di zbëjke bateriu dhe shke me shti. I veje kabel edhe që të rezistonte bateria. Gjitha kanë, pse? Ishte një knatësi. Por, kjo ishte e mirë, sepse e meshe kasetën e kësaj të vogël, e vendoshe në kasetën e madhe, edhe direkt për direkt
E gjirëshe, këtu s'ke mujt me bëhe montimin, as montazhin. Ke gjiru, qka ke gjiru? Ska editing, s'ka pasën. Redaktor, që i themin e në Shqipëri, redaktori e që bën editin i thonë këtu në Amerikë. Montazhin që bëhet edhe asi. Pastaj, si që tash, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka qenë për mu një moment kër jam ardhen këto, kam thënë se kam humba. Edhe thash vetës, o zot tash, do t'ja dal tash. 5 fëmijë me veti. 5 fëmijë me vete? 5 fëmijë, 3 vajza e 2 djem. U vendosëm në Minneapolis, në Phoenix, Arizona. Në Arizona, ja. Aty kemi qëndruar 2 muaj. Pse s'gjodhe Phoenix, Arizona? Apo, that was the option, a ishte opcion? Ajo ka qenë opcioni kur të merte ambasada i shtetit, kur merte kalon të shteti Amerikan. Por, unë kisha dhe bajanakun tim, a ishte në Minnesota, edhe banëm, cili vend është më i mirë të bëhemi bashkë. Se ashtu për ashtu ne i paraqitëm dokumenta që na dojna nëse shkojna në Amerikë, duam që të bëjmë bashkim familjar. Edhe na u mundsu. Edhe në kur erdha në Phoenix, edhe bagja ishte në Minnesota, edhe jo tha, unë korriko tjetër që është në Phoenix, është atje në temperatura më të larta se s'ka se si 110 sa. Edhe kur pastaj të pres noli qaf moshe kishin fëmijët. Të vogël ishin. 11 vjeç e dektirtin 2 vjeç. Ti kesh me jetë. Atëherë kanë qenë. E marrë ti kesh me jetë. Kur i kam pranuar. Edhe të dalim, edhe po i pyes baxhanakun them hakje si është atje ko jo, thon kam dal jashtë po pi çaj, po kafe, po kënaqemi jashtë. Thash morë këtu në Phoenix e mërshin vezën në 120 e hidhen në një gur. Në Tigan, në tokë edhe përshitçe. S'ke nevojë të kesh është very hot. Edhe atje erdhëm tani. Kur erdhëm këtu më prini fati në Minnesota. Kur era në Minnesota, kishte ky baxhanaku im sponsor shumë interesant, miri kishte. Ishin Jewish, edhe ishin njerëz shumë përparimtar. Edhe erdhen një piknik u bërë. Sa kishim marrë, kishim një javë. Edhe po njoftohem me njerëz. Unë ashtu jam i natyrshëm që lëvizi, kam qef me fol me njerëz. Me për t'u admiruar energjia. Ato ishin grumbulluar disa, do me thonë, të komunitetit të Jewishve, një 10-15 familje. Unë isha vetëm një familje, me na pru neve, gjana ushqimore, tesha, mobile, gjithë shka. Gjitha janë këta, gjenden kudo këta, dhe Jewish community është so well connected, janë shumë. Po flas me njënin, edhe ai ka qenë mbështetësimi më i madh, Kurt Brown, kur sa harrohet njeri. Po e pyes tash, mu duk pak e ki pa njeriu, kur i shikon njeriu, duket ka një figurë që është pak jo ma ose duket që është ose televiziv ose gazetar e ndjen. E kam parasysh. Edhe thash du me i fol që tina, du me i pyet. Unë anglishtën e disha, po jo, me ditën, po no. Edhe për thëmë, thash, edhe aj po vjen po më fol, po më përshëndet, ja, kemi pru këte. E di si janë këte Amerikanët, që kanë qef me të nderu me ato gjërat e tyre që i kanë. Edhe, one, sukur zotit, ma që në thash, are you a TV journalist? Yeah. Catch. Yeah, I am a journalist for Star Tribune magazine. Why? Why tash? I love this journalism. Instinkt i ndjeve vibin. Po. Edhe thash I love journalism. Edhe okay. S'ka vanu 2 ditë ka arë prap të shtëpia atje. Edhe ka bërë një histori për mua me 2 shokët vet. Sot e kam 4 faqe. 4 faqe. I ka bërë. Rrugtimin, së në kom punu, në stregova në kamp kom punu me disa gazetarë të Colorados,
që bile para një vitit, kur ka qenë në Pse luftë. ndenjët në kamp në Phoenix? Jo, në kampin, po flas për Maqedoni, po dal Aha, në Maqedoni. kamp, atje në aha. Po, se ku e ceka gazetani, po dal prap mrapa. Se në Stankovac kom punu me një gazetar të Colorados. Ai ka qenë për CBS News, ka pas punuar gazetar. Edhe para 2 vite që ke lufta e kësaj Ukrainës, e lidhe një koncept, në atë konceptin më ka futë edhe mu në ato që kemi punu bashkë. Edin kam. E po du me thonë se të ndjek ajo. Edhe tani unë po i thom ati gazetar, tash kështu, tash ne kam pasën këto gjana e kam dashtën edhe këne, po tash unë e flokun e du shumë edhe anë e këni. Tha mos e ke merak, tha se unë e kam një shok, tha, edhe a i tha ka një salon, tha, në State Capitol Building, edhe ka tha një salon, tha, në aeroport e ka, tha, edhe ka një në ku është 3M, kompania me madhja e 3M, nështë ta ke ndëgju për 3M këto që janë gjëra që punon e di 3M ka unë i përdor shumë 3M ka letrat gjithsa ato duct tapes masks 3M që u bë problem kur ishte kohë e Covidit 3M aty e ka pasur në lokal nese 8 vite punova me atë shefi 8 vite atje në Capitol në State Capitol ku punue para dite pas dite punoesha në aeroport edhe në aeroport atëherë kam pasur një hapësirë të madhe, kam një figura të shuara, merë me men aty kanë ardhen Jennifer Aniston, Luke Wilson, no way. Owen Wilson, kriti kam këto që kam edhe në fotografit i kam krejt. Vini që qedheshin atje në? Vini që qedheshin për hairstyle? Kanë ardhë figura artista që edhe sot me emra nuk i di, edhe plus në moshën 65 vjeçar, 66 vjeçar, Wonderful Life, që luan filmi Wonderful Life, aja vajza vogël që është Zuzu, atë une ja kam prej flok një 4 herë, aja 66 vite i ka pasën po flas para 18 viteve. Më kishe thënë më përpara, po gjithmonë dua surprizë, dua ta marr, s'ka lidhje. Po ta kishim foto ta nxirnim atë të filmit, do ishte gjë e bukur ta shikoni. Ta dërgojmë. Amazing. I kam pas këto karaktere. Edhe u bën 9/11 edhe nuk ishte aja puna qysh punëshim në aeroport dhe vendosa me ardhen në Connecticut këtu. Po në Connecticut kushu bë sebeb? Sebebi Connecticut su bë kisha disa komshi të anës tonë, edhe duke pyetën si është Connecticut, se unë më ta tregu të drejtën ndysha marrë në New York, unë u takova me një stilist shumë të famshëm, edhe ai punon në Manhattan, edhe sot punon në Manhattan, edhe më tha, në vitin 2008, më tha, hajde, tha, në lokalin tim, tha, se të njoft, tha, si prej flok, tha, atëherë me të dhëmë $5,000 javë në konën pare. Wow. Po, pare nga. Big, huge. Po, unë i kisha 5 fëmijë. Edhe si me ardhën në vërtet gjarë se lindje dhe vajza këto. Si me ardhën në Manhattan me 2 dhoma triti, 1 dhomë, 2 dhoma, gati edhe $5,000. Atëre s'ja vlen. Very hard. Edhe po e mendoja, thash, thash, më si New York u afër, thash, do të vendosem, ose në Connecticut, ose në New Jersey, ose dikon në Pennsylvania, ku është afër. Ku është afër që është. E di, fati erdha në Connecticut. 2 orë jeni me New Yorkun aty. Po, jo ashtu gati, 2 orë thyse. Por, kur shumë interesant ka qenë, i lash herën e parë Phoenixin, shkova në Minneapolis, ndërtova jetën, pre Kosovës erdha Phoenix, Minnesota, and then Connecticut 3 lëvizje, e që ka qenë për muë, vdis dhe ngjallo. Po Kalamajt si e kanë familja si e përballoj, se janë ngren shoqërinë Kalamajt fëmijët. Dëgjoj, çdo vend që kam shkuar me një qysh me thanën Amerikanë të thojnë me një hope, me një shpresë. Po shpresa ime ka qenën e këtyre 2 durve të mia. Mund t'i them të arta,
që janë të mijët, se i njifsha profesionin mirë. Edhe thonë gjithmonë, ma ka thënë. E njifja komunikimin me njerëz mirë. Edhe e njifsha pjesën e artit në shpirtin tim që e kam për shumë vite, thësha unë ku të kapëm dikun, ku të qëndroj dikun, unë do të buroj në atë mundësitë e mia. Pse? Se ma kanë thënë edhe disa familjarët mit, po edhe amerikan, edhe gjithkush. Nëse e don një punë, ki dashurinë e punë, edhe je sinqert, je pozitiv, atëherë suksesi është vetëm I garantuar. suksesi është vetëm të usill rreth teje. Po vetëm e shikon kahjen, edhe përqëndrimin, edhe kapjen, s'ka ty. Po atë i them dhe kalamajve, është shpreja e njohur, nuk e di po e ke dëgjuar, ja them gjithmonë kalamajve. Zanatin, po patët një zanat apo dhe shkollën, nuk ja u merr dot njëri. Çdo gjë mund t'ja u marrin, po këto të dyja shkollën dhe zanatin nuk ja u merr dot njëri. Edhe gjithmonë kudo që të hedhin, prap do ngrihesh në këmbë. E ke parasysh? Po ke besuar dhe e vlerësoj ashmas e besimin që ke pas në vete. Atëherë, në Minneapolis, në Minnesota, Se s'është e lehtë. e bëja një pagë ditore, të them për atë kohën atëherë, se e di që në Amerikë nuk përmenen numrat, po ndu të përmeni numrat. No, yeah. $500 ditën, Wow, man. në 2008 që kemi 2008 is like të bësh $500 it's killing. Erdha në Kenedike, ku e mirësha një çek $160, por një gjë tjetër se unë varte prej tipsit, prej bakshishit. Yeah. Një $50, $60 në ditë, por një gjë që ka qenë shumë e bukur për neve refugjat të Kosovës që kemi qenën, ne statusi nuk na ka luitur kurr. Edhe sot me dalë prej punës, ne kem prap statusin tonë kemi, që mund kapemi në shtet. Është kjo që Po, në kemi. çka kuptimi duhet ta dikten, çka kuptimi që mund kapesh shtet. Nëse për shembull nuk punon, edhe nuk ke mundësi të punësh. Bën për këto unemployment and things. Jo unemployment, po statusi refugjatëve ka qenë po tjetër. Është Ju different. takon për shembull ajo pagesa banesës, ju takon pagesa rrymës e telefonit e këtë. Është ai statusi që e kemi Wow, yeah, no. Edhe kur lutëm unë aty, unë u kapa pak në statusin pak, edhe thash do t'ja dal. Kur erdhëm në Hartford, erdhëm me një vend ku ishin të gjithë të Ganës. Të merri dhe trishtimi im ka qenë as gjumi natën për një 34 nuk kam bujt as. Si e suportove se ti përmend lekët, na 500-600 vjen në 200. E tash tregoj. Gabimi im ishte qenë në sham. Njerëz më të mirë se Ganës unë nuk kam. Ganezët, afrikanët. Yeah. Edhe kemi kaluar ty e pruna një Audi e kisha blet mirë Audi e pruna për Minnesota. Yeah, kërën. Kur shikoj isha në Gillette Street në Hartford downtown që aty nuk jetohet. Unë me 6 fëmijë me gru, bëxhanaku im, o hinë më nëmë aty, edhe kërkoja punë. Si tha ty preja se shumës me dalë të $160 edhe fillova prej fillimit edhe thash zot po kur ja kam dalë atje shpitime ke ndërtuar 4 jetë kur ja dola në Minnesota po thash pse s'ja dal këto po këtu kishte qenë e treta e katërta e vërteta si thuhet një fjalë popullore edhe kur fillova në ato kohët fillova me punojsha me një farë super katë qute. Që aty... kam parasysh, janë gjithandej se është si franchise. Kompanija ta i marrin ata njerëz që jo që janë profesionista, po ato që i kanë 2-3 puna shkojnë veç. Di. Asnjëherë s'kënaqesh edhe unë kur qethesh apo hajde. Me marr parë. Tani njerëz dikun që unë jam i mirë për punë, unë bëjsha lek mirë. Edhe një ditë pyesja disa shqiptarë, këtu i gjeta disa shqiptarë s'kish pa atëherë,
që prejnë flok, jo është dina dhe okej, e lam ashtu. Edhe fillova vetë, si thuhet si thuhet me një fjalë popullore, unë griva në kam edhe e fillova me lokal, të shiko. Hy me një lokal të vogël edhe pës një plak. Tham, zotëria pranë një punëtor? Jo, tha s'pranë një punëtor, tha se unë dua tha ta shes biznesin, tha se jam plak. Edhe ky lokal i vogël. Ja. O zot, thash, po kuma sjelli zoti këtë mrekulli. Ha? Edhe po e pyeti, thash, më fal, thash, sa pare e shet? I këta, $5,000. No way, Biznesin. Biznesin, ja. Unë s'kishëm ku me di se sa $5,000 i kishëm shqiptarit. Normal, jemi kursimtar, jemi lej. Ti marrën ato pare edhe ja do. Po ajo, thonë, si marrë kështu, ta të me avokat. Unë, atë mentalitetin shqiptare, hec, mërë se kush t'ja parët për para, i bjen fyllit, si thot një fjarë popullore, unë u frigojsh ata një... Se mos më ikën, mos më merë të kusht tjetër. Exactly, këtu do vija. Edhe aj personi, se t'jedin si janë Amerikanë kurtojnë, po, that's it. Po na ashtu, unë u frigojsh atë po ma merë dikush tjetër. Ati janë vajti dhe mua më qatë koha, unë shkova në Kosovë, se kisha do punë me shku në Kosovë, edhe me të lokalin një mujdet po thash, sa kam nejt atje me gale, me tu që po ma merë, e kush pos nuk ndodhja e. Edhe mora. Prej atyt, janë isën gjatë, më ardhën bukur, e mora djalin, i kishtë djalin 16 vjeç, 17 vjeç më falë, e mora afër vetit, edhe ndimon të ka pak ashtu pëshin të erdë gollante, punë sa të dush kisha. Atëherë, gjatë një kohës, it's like God sent. Gazeta e Rocky Hillit, ta dhonë Ja, gazeta e komuniteti, Rocky Hill. Komuniteti gjithmonë vishin e bëshin një pasqyre të shkrimit. Janë dhe gazeta ta, nuk janë vetëm këshu Community TV. Edhe gazeta dhe për TV s'ka pas atëherë. Aha. Edhe nejse dole të atiri unë Minnesotës kurtin, i tham kur kështu është puna, ka marrë një lokal, apo më dimon, mi a dhonë sa do qofë thash materialin e kitit të hazë, se ndryshe thash, që e keni ju materialin ndryshe që unë mi dhonë diçka, thash, është ma ndryshe, po, thash, ka për me, të shku në rakijet, mu bo mëre djali. Radha e njerëzve në lokal, unë në pëtojnë që ku e kemi pas në Ferizaj, një fura me kelit, i thëshin. Fur në buke. Mëngjes, ma kujtove me 5 pa 20, unë zhojshën që të morë, për me shku me morë pogace, kolace. Edhe kifle me marë të gjana. Ashtu përqen njerëzit në ratë. Në ratë, teka. Për Zotin. Po it's like, që kur ma thesh, like God sent, si kur i të qoj Zoti tek dera e asaj beberanës, tek ai. Po, si kur të mori Zoti për dore dhe prej unë dua dore. t'ju them të gjithë njerëzve shqiptarëve tonë, rinis tonë shqiptarë, që janë në perëndim edhe janë në një vend të huajnë, lëvizni, hecni, shikoni, kërkoni, edhe pse nuk e dini gjuhën aq mirë, vetëm biseda me duar, me gishta, me tregoje vetveten kush je. Shumica kam dëgju olla s'ka punë, jo punë ka, po ti s'ka. Punë ploto, Hasje. Edhe ashtu filloj. I shkollova 3 vajzat për parokirin, djalin, dolëm në një salon të madh, e bletëm inventorin $60,000-70,000 bletëm në atë kohë, po flas në 2012, 16 vendet punës, puna vllasa të dush. I se huge 16 vende pune po, atje. 16 vendet punës. Është huge lokali. Po, është i madh lokali. Para pandemisë kemi pas punëtorë që kanë ardhur, po pas pandemisë tash është kriju pak rrethi familjar. Edhe tani kur e ke rrethin familjar është më ndryshe, pak më i përcaktuar më ndryshe. E kështu që vazhdoj këto. Por një gjë e bukur në 2011-12, salonin e dytë që kam marrë, unë nuk e dija, në mes 2 televizioneve shtetërore, e kisha salon, se kam ditë. Rasti i dytë që vjen Zoti dhe të merr pe dore. Nga saloni vogël,
që kemi Vajte dalë dhe në kur bleve salonin e tjetë madhin, të madhin, po ishte mes dy mes dy televizioneve. televizione shtetërore. Po atë qoj atje mes dy Vjen- zanateve të bukura që ti kishe. Pasioneve tua. vjen Qoj drejtor- mune zëmër. Vjen drejtori i televizionit me i prej flok. Vjen një njeri thjesht, mendova se është një punëtor fizik. Ja. Erdhi po i prej flokët, po e prej si ai e mirë, si po kaloni, si që i presmin e njerëzit. Dhe duke biseduar, tha, ke ndëgjuar, tha, për televizion Channel 3? Thash, po, si s'kam dëgju, është një ndër televizionet më të mirat, më të mëdhejt. Tha, po, tha, unë jam drejtore. Altin më dok që lokali Harrove të prisje flok, pastaj filloi po punonte mendja, po xhironte për tjetër gjë. Mi njëherë ma kapi tjetër gjatë. Edhe po i thash Entuziazmi pa parë. Jeni thash drejtori? Po, tha, unë jam tha Grego. Okej. Thash po ku është televizioni? Tha ja, tha pik këtu i tha del kjo rruga, po thash unë anina. Po edhe me të vërtet është një rrugë, televizioni Trakiel Community TV është në anën e majt, Channel 3 është në anën e djathtë. Do të thonë unë jam në mes tyre. Edhe tha kjo është pak më poshtë aty, po thash pak se është shumë vend i madh. Ke dëshirë tha marr me vizitu? Pasionet e tua në 100 metra katror aty pasionet. Me të parë ke dëshirë tha marr me vizitu, thash po si s'kam dëshirë, thash kam dëshirë, thash se unë thash I folje në këtë kohë për historinë tënde, I tregove. Jo, ç'është kam bën. Kur ka ardhur herën e dytë, surprizë. Kur herën e dytë edhe pi tham. E shef ta, tha, shikoj. Si tha. Thash unë kam dashur kamerën gjithmonë. Tha hajde tha të më vizitu televizionin. E kom vizitu televizionin, bëra një vizitë të bukur, pash, ëndër, hesapi ëndër. Edhe aty duke bisedu, po tani, e ki pas si është një gjë popullore, nuk doja të lëshon me një herë që të tje ky vetëm përshikon për diçka. Po thësha, do të shkoj në to, se çka mund të bëj unë aty. Dhe po e panë që unë jam i apasionuar për diçka, të më thërësin vetë. Të jam prezentus nuk mundem. Pse? Do të mas pare gjuhë angleze të jetë 100%. Perfekt, ja. Një dyta. Edhe se I vjen tash koha, unë në Trakiel Community TV, unë e maj emisionin gjuhë angleze, jo vetëm është një gjë që vetëm dashuria e kësaj punës. Ja, amazing. Dhe shkova edhe po I thamë tash, dulen ata po më përshëndesin, noli, edhe po I tregonë. Ti si janë të dashurun me flokun këta Amerikanë si janë se e dunë flokun. Noli, here, so long came over here, po tojnë anina, kënina. Ato dulen ato vajzat, vemnat, moderatorët. Po se është besoj building u math, kanë shumë punëtor. Edhe po I thënë tash, a ka mundësi tash? Min njëherë, unë e kërkoja ku është dhoma ndolimit, ku rregullohen. E kërkoja atë. Ja. Edhe shkova atje edhe kërkova. Me në antena të ngritura në atër anë. Po, njerë. Edhe shkova atje dhe kur shikuam, fillom atje dhe thash, si kam mundësi, thash kam qef me rregullon në emision nëse vjet dikush tha. Pse tha, ke dëshirë? Thash, po. Po, thash, unë kam dëshirë. Okej, tha, e ban tha grimin, thash, jo, grimin e bojnë vajzat, unë thash, e bëj po, por në bëj grim tjetër. Unë e bëj tash efekte filmike për film. Ja. Ajde, fillova në 2011. Dhe këteti në 2020 kura Covid. Atër unë mbyllën të gjithat. Dhe filluan me Skype. Ja. Kam marrë pjesë në çdo javë kishim ki në javë 2-3 herë, ose kishim në muj 5-6 herë, ose ki një 4-5 herë kishim vizita dhe u deshke me rregullu. Aty tani une të mu linda e dashuria, të mu rikëthy gjanat, edhe e ki pa kur bësh një mik I mirë dhe mere me men ideat e dekorit më rejnë atë, vetëm që kam thonën sa bukur duket kjo me bo me lejt, kështu me bo, kështu. I mernin kështu për... Ja kam dhënë drejtori gjenerale, unë jam habit, kur
kur më ka thirrën tha, hajde Noli apo vjen me shiku, tha kemi bë. Kishin marrë si ide dhe kishin bërë Unë nuk dhash ashtu karakteristikë ose definitive. Dua t'ju them të gjithë shqiptarëve tonë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe kudo qoftë. Me teknologjinë e fortë që e kanë edhe me rinditjen e studieve tonë shqiptarë që kanë mos mashtrohet ku në botë. Teknologjia amerikane është më e avancuar. Po është më e avancuar. Më e avancuar është, po nuk është ajo dekorimi dhe dizajni siç e bojnë shqiptarët e tonë. Mos të harrojmë. E zara unë të pan vendet tona, kuptoj çfarë thua. Po i them këtina, ai më njëherë e kanë bën. Unë më mjaft tregu edhe në ekran më mjaft tregu studion që kam dalë vet aty, që kanë bën edhe më ka thonë hajde me dalën. Ai jo që unë isha dizajneri, po vetëm një mendim e kam dhënë. Diçka ata tani dizajnerët kanë punuar. Një mendim marrë si thon këta. Mas aty tani unë u kongulla, u bë pandemia. Meta në shtëpi. Kur meta në shtëpi, e mbyll edhe lokale gjitha. Edhe ne ndajmë ja 2 javë. Edhe u mbyllën të gjithat, kur u mbyllën të gjithat, unë tash shumë për vete, tash çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj në shtëpi? Jam shumë në shtëpi. Më thrasin shok, kisha miqësi, edhe ishin u hapën disa emisione në radio, dhe disa të folme ndo shok, jo, ta paske zërin e bukur, ta ti paske talent për biseda, o kësi gjëra, ta po e merë, tha me mbajt një emision. Tha shfar emisioni? Tha me njerës me fol, ta dhe ne ta vendosmi, ta podcastin e radio, sa në sa rrinë shpitash. Momenti më i bukur ai ka qenë edhe më ka ardhi natë që se kam kapur në atë kohë kur ka qenë kjo e Covidit, se tërë kanë qenë për shpira dhe kanë pas 18 muaj kam prezentu në Radio Lyren, dua ta përshëndes shumë. Edhe kam kaluar një gjë shumë interesante, por biseda e njerëzve ishte biseda ju nuk dua të them që ishte e mirë, por nuk ishte e natyra ime, ajo e marrvesh, Nuk gjeje veten do të thuash. Nuk e gjeja veten. Një ditë, pas një dite, të mendu, po e thiri atë pronarin e radios, just një për i thamë tash, dëgjon. Unë tash jam 30 kusur vite, tash jam në pjesë të artit, në botën e artit. Unë thash, po e ndjeni, ka orë diçka në shpirtin tim me bo diçka tjetër, çka po do me bo? Tash, du me marrë tash një emision, tash me i thirë pjesëtar të artit, du me i thirë tash njerëz shkencëtar, gazetar, shkrimtar, poet, akademik. Që ti shikoj komuniteti jonë. Njerëz tash që kanë kaluar një rrugtim artistik, edhe është artistik, sukses. Edhe po, kam marrën 78 emisioni kam majtur që kam thirrur njerëz në radio, me folë kur me juve kështu që flasim. Edhe, më falni. Aty të komunitetit vërdall, çka kishit aty, në Connecticut. Aty e nisa si loj me radio e nisa. O ishte vetëm radio, jo kamera, radio edhe si t'ja bëj, tek t'ja bëj, dhe filluan gjërat që të filloj si t'a bëj, shfaqe me dhone në figur, dua dhe unë flas, duhet shifë me dhone, duhet më shofi njerëzit se çka flas, duhet të shofi njerëzit se kush jeni ju? Kush është Noli, Jo, kush jeni ju? Të ftuarin e kam fjalën. Edhe veten po dhe të ftuarin. Edhe të ftuarin. Që me bë një atmosferë. Po nesër pas nesër, më fal se shikoj në një lokal apo në një gjë i thon, Noli më pëlqeu jashmase ai show që kishte bërë me filan artist apo me këngëtar apo me këtë më pëlqeu jashmase. Kishte dëshirë se dëgjonin Noli apo kush artist ishte i ftuar, por nuk e kishin iden.
Problemi im ishte që unë broadcasting nuk e njifsha. Absolutikisht nuk e njifsha. Një miku imi, Mihil Vela, e që përshëndes shumë, është kryetari i shkrimtarëve, ka qenë kryetari i shkrimtarëve shqiptar-amerikan, po më thotë ta e njoh një shok ta që ka broadcasting e veta edhe të ndihmon tash. Okej, tash. Në Connecticut. Po, jo, ai ishte në New York, Skënder New Pali. York. Aha. Edhe, fol. edhe kur i thot ati Skënder Pali, thot kështu thot e kam një mik është interesu për broadcasting, thot edhe ti ndihmosh, thot po, thot ti ndihmoj, thot s'ka problem. Edhe ai më thiri edhe kontaktu me te, tha broadcasting ta hapish një televizion edhe tha nuk të kushton kush shumë, po tha televizion e din çka do me mendja ime që televizion me hapën edhe me bëhet madhe diçka është s'kam lek. Big money. Big money, parat madhe. Unë kisha shkuar në disa vende, kisha pa platformën se që shë bajnë, i kam pyet, po ka qenë drejta e tyre që më kanë thonë ne punojmë, i kemi gjanat e tona personale që punojnë njerëzit për ta, edhe nuk i kom bezdis njerëzit, se nuk është mirë të bezdishes, ta bezdishish dhe kjanë. Dhe këtë më thonë unë e heq vile asë sa fraj, vazhdojë në kështu me pre-recordin edhe asë gjë, po t'jem platformë televizive me broadcast, edhe një vit i dy më takon prap ky personi, tha, qa ke bërë, tha, a pe hap televizionit, tha, o zotëri, tash, unë s'kam parë. Kur nuk e arre më ka kap dorën, tha, o zotëni, tha, unë po mdo këtë po flas me ty, tha, e po mdo këtë që ti ment në hava, e kam në për tokë. Si kam kuptan, po më të. A më nëshë marrë dhe të shpia ime? Thash, po. Shkova të shpia tina. Kur shkova, tha, unë kam televizionin atje. Mendje ime, po shkoj me pa një televizion. Një televizion, like, shikoj Rëtërshen, apo televizion e Prishtinës, apo... Shkova aty kur shikoj disa gjanat të ishta, po, si thot, sikur kjo studio jote e bukur, e ka atë ndjenin televizive, dhe pse është e bukur, është e vogël, e ka atë shijen që në fillim të ape sikletin ta jep, ose ta jep atë por nuk sheh, kur ti jesh gati për me prezentu, me punu. Edhe tha, jo, kjo, po ta shumë kam pa, po komendohë, ata, esta me shku mi marrë mjetit, shkova i bleva mjetit, edhe nuk ka pasën një javë dy, me njerë më dhenë mundësin të Albi, Nimi TV më dhenë mundësin të gjithat. Por një gjë më e bukur, pas të ishka ndodhi, që kur nuk e harroj, edhe me të vërtet jam mirë njësi madhë kryetari jem Elmi Berisha, edhe të falim dërëj shumë. Me përshëndesim, ja. Edhe Elmia edhe Sokol pa e mës të harroj redaktorin. Sokolin e kam parë, redaktori Sokoli? Po, redaktor është i gazetës Dielli, është dora e djathtë është e Vatrës. Edhe ndodhin që e bukur, isha duke shkuar në New York, du ta tregoj edhe këtë rast se më të vërtetë shumë. Dua ta dëgjoj, shumë është interesante. Po e shijoj jashmase. Edhe isha duke shkuar në New York edhe u takova me një mikin tim, një Mihel Gjurën, që dua ta përshëndes, mesi që kem kohë të flasmi. Po, plot. Dua të shprehem kështu, si duhet. No, man. Dhe kur shkoj unë atje, po kënaqem jashmase. Po rrim me Mihel Gjurën, po shikojmë ato apartmanet e tina, biznesin e tina, unë si shkova si për qef me vizitu, më vjeni telefonat. Elmi Berisha, tash, që është kjo? Ta, Noli, qa po bën? Tash, por, unë tash New York, ta Noli, a më nëshmarë dhe nderi të une? Tash, po ku je, tha në upstate. A që u habita, a që u... Tash, Elmi Berisha unë e kishta pa 3 herë, 4 herë, shkërkojnë atje, tash. Qa kam punë? Por këto,
Sokoli, e falimderoj shumë. Vëzhguesi më i miri, që kjo është një falimderim i përjetshëm se kur njerëzit ta ndryshojnë jetën. Edhe shkova, edhe duke shku rrugës, kam një kushëri në Banull atje, Elmi, po e marrë dhe një thash, a mora i Elmia i Vatrës, apo Elmia kushërini, tha, Onore, qka ke, tha, po Elmia, tha, okej, atë s'tisha për çka burr. E marrësh. Shkoj. Kur shkoj atje, tha, ullum në restorantin e tyre atje që i kishin upstate New York. Po ham një dreke dhe peshon një fotograf për shoh do gjana. Këto kishin pregadit, gjithët kishin pregadit, në s'podia kur gjo. Tha, nële, tha, ti që të kam thirë, thash, jo. Tha, on tha të kam thirën, tha, kam qef, tha, t'jesh për krah me Vatrën tonë, të jesh ta këshilltar për kulturë dhe për art. Në kabinetin tonë. Thash, Elmi, amazing. Më falë, thash, Bravo. nuk e kam problem, po thash, është puna, unë jam larg. Jo. Ti rre aty ku je. Tha, ti a jetu e pas se ç'ke të bo? Thash, jo. Po tha, ti po i merr njerëzit anë man, po e tregon kulturën, po e tregon Vatrën, po e tregon atë, po e tregon këtë. Thash, po s'po më duket, thash, gjë, kjo është një sens që po knaqem unë, tha, po si po knaqesh edhe na dojna me të knaq tyje. Kështu që prej tash ti je. Edhe Amazing, yeah, bravo. Prap s'po ndjek kur Njerëz gjatë. fisnik. S'po ndjek kur gjatë tash më mos më zbaj gare se tash edhe veç kur të Sokoli të urime në 2 gjuhë në fletën zyrtare të Në shqip dhe Vatrës. anglisht, yeah. Vatrës në evidencat zyrtare, o zot. Vazhdon ti jesh akoma. Po, kam merre me kur një time s'kam ndodhë që çaj me za, aty kam çajt me za. Edhe kisha thonë gjithmonë t'ju them edhe njerëzve që e du një punë, kur mos të harrojnë që thonë, valla, po e bëj, e s'di a do të marrë e merit, apo a do të degradohem, apo a do të marrë ndonjë merit. Jo, puna e sinqert dhe puna që e donë me shpirt dhe me zemër, ti do të dekorohesh të qysh. Se qysh, unë po flas nga eksperienca ime që unë sot i kam 59 vjetë. Edhe kam një bagazh. Noli 59, Noli? Po, 59 vite. Duke është i 45, më falë. Po, dashuria e punës e artit E më marrësh. majton që t'jem ky sot këtu ku jam. Por, unë të falenderoj sot që jam pranë teje këtu, që po e ndaj, se unë të flas në emisionin tim, ti them të gjërat, njerëzit do të qeshin me më të thonë çfarë thotë ky njeri. Edhe unë e shmang shumë veten time, po ishte ta them me shpirt, ishte kënaqësi e veçantë që zgjodhe 440 Boston 5-20 që ta ndaj historinë e jetës tënde. Unë të falenderoj pa mas. Nuk ishte se ishte fundi, po me që Jo, atëherë ku doja të lidhem, çdo gjë një sukses që don. Unë dua t'i falenderoj të gjitha mediat shqiptare këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që janë televizionet, podcastet, radiot, prezentimet. Të kuptohemi se kjo është një pasqyrë shumë e bukur për shqiptarët e tonë. Shiko, njerëzit kur kanë ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës para 100 e ca viteve, mund 150 vite, mund të them 150 vite kanë ardhur. Po. Shiko ku kemi arritur në këto vitet e fundit, po dua të them për një 10 vite, thëmë, ose 15 ose 25 vite që kanë qenë disa televizione lokale që kanë qenë që kanë prezentuar shqiptarët. Unë thash vullnetin e parë që kam marrën, që më kanë thonën artist, më kanë thonën 2-3 televizione këto që janë në New York. Unë kam qenën të zonja Kozeta Zylo, që e falenderoj shumë, që ajo edhe sot kur flet, më quhen artist, më quhen një thëmë,
o Zot tëm, qa po bëjone që njerëzit po më vlerësojnë. Unë nuk dua ti harroj, kam qenë të zotri Adem Beliu, që edhe ai më Ademi, quajnë po e artist. përshëndesim Ademi. Më quajnë artist. Po Kozeta më falë se të pres, Kozeta ku është e cili? Ai është Alba Life, janë Oh, Alba je, Life je, në je. State Island. Edhe tjerat nuk më ka ra mu shumë me i pa dhe televizionet tjera, po është edhe kjo Alba Life GPR emrin ai që është US Alb TV. Je, po, di, e kam parasysh. unë i du shumë, por një gjë po më vjen ka një herë, po tham, është mirë që çdo gjë që të bëhet një program në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po flas në çdo vende që ne mund t'i mbulojmë, të flasim prej bitë Shqipës, po flas, e të dalme deri në Bostonin këto, që janë një rrugë 5-6 orësh, që mujmë ne si media t'i mbulojmë, të shkojmë. Më pëlqeu një gjë shumë e bukur që më thati, edhe këtë dua të degradoj me një shpërblim shpirtëror ty, që tha e kam ha, po s'po fitoj asnjë cent. Ti po fiton gjën më të bukur, vllai dashur, që po e ndan këtë suksesin tim të jetës time artistike. Unë nuk mund t'i them që jam një gazetar i famshëm. Jo. Unë jam një njeri prezantues, një person të rrugtimit artistik. Jep zë komunitetit. Jap një pasqyre që kam dëshirë se cili njeri që e bën një vepër të mirë, dua ta fusmi në ekranin televiziv. Exactly. Kjo është dhe Unë motua ime. ka ndodh që unë emisione mëngjes jam qu në ora 5:30-6 kam bo emisionin, kam shku, kam punu 12 orë në lokalin tim, edhe kur jam marrë nesët prap kam bajt emisione, edhe prap boj sot që nesë kam emisione, kam qenë pak për gripit që 3 emisione i ku marrë në Ja, shu kam qenë dhe unë 2 emisionet e fundit i kam bërë me grip, por nuk kam dash ti humbas. Se është puna që kjo është një gjë e bukur, kjo është një pasqyrë, kjo është një gjë që sicili që vjen në karrikën tënde, në karrikën time, tregon një sukses, një art, një gjë që ka bu një vepër të mirë. Edhe një gjë e bukur po më ndodh mua në Rocky Hill Community TV, klientët e mi amerikanë që unë punoj me flokët e ta, se televizioni Rocky Hill Community TV mbulon mbi 76 qytetza. Plus e ka rrjetin sa counties, 76 counties. Edhe ala nuk ka ardhur një shkrimese keq me thonë këtë njeri nuk po e kuptojmë. Edhe pse po flasun gjuhën shqipe. Po thonë, edhe pse s'po e kuptojnë, ardhja, energjia e mirë që influenca e njerëzve, energjia dhe pozita dhe gjërat e bukura që i sjell, neve po na knoq. Po çka kam bën tani? Tash të kam shëndru emisionet, flas për shembull 30 minuta, ja lën një 5 minuta, 6 minuta, 7 minuta një përmbledhje të vogël në gjuhën angleze që në fund ta kuptojnë. Oh, that's a really nice thing. Shumë gjë e bukur. Edhe e lë në fani. Asgjë. Sëmuri jemi gjithë. Preje këtu. S'ka problem. Edhe atëherë e kam bërë kështu, tash janë duke më dashur edhe më shumë ti. A më kupton njerëzit. E kjo është një gjë e bukur që ne, si shqiptar, dim t'japim dashuri, dim jem patriota, dim të punojmë. Shumë e rëndësishme. Edhe pse s'të bëhemi bashk, edhe po bëhemi bashku, nuk po them që s'jemi duke bu bashk, po unë tham, gjithmonë e falimderoj, këtë mjetin që e kem përpara, këtë mikrofonin, këto pajisjet e bukura që i keti, që është na u dhënë, që po na ipët mundësia për me tregu, për punë, për sukses, për gjërat e bukura. Gjërat e bukura. Po na vlerësojnë dhe familja dhe fëmijët. Dhe jo vetëm fëmijët e mi, edhe fëmijët e tu, po gjithë fëmijët e komunitetit ton.
na vlerësojnë, e ke të dalje se ka gjëra të mira, po bëjmë një punë që ata kur na shikojnë nuk kapen pas bad things, gjërave të këqija. Dalje se ka njerëz që kanë familje kaq të mira, kaq të bukura, që promovojnë vlera qytetarie e në komunitetin ton, artiste, kemi lloj individësh të arrir. Një gjë e bukur që është YouTube, se cili njeri ose Facebooku, YouTube, e klikon faqen tane, e shikon hyn dhe e ndëgjon të tërë këtë bisedë. Më duket që po flas tani nuk është bisedë vetëm të flasim kote dhe asi, po janë gjëra që me të vërtet të kapën mirë të rinja. A ka gjë më bukur se e lëshon ekrani full shqip, fëmia e shikon edhe ai thot po flis kanë shqip. Po flis kanë shqip, gjë e bukur është. Tani si jemi bo një shqiptari jemi bo thyese. Gati se një shqiptar. Unë kam çik probleme vajta 27 vjet pja me që erdhëm te kjo, 27 vjet më vinë një herë llafet shumë shpejt më vinë anglisht. E ke parasysh edhe me njëre kape për kthej, përpiqem që ta kthej në shqip. Unë e kam një lutje edhe dua t'i përshëndes të gjitha institucionet tona shqiptare që janë këtu, shoqatat tona shqiptare që janë këtu, ambasadat tona që janë shqiptare këtu, që mos na anashkalojnë me ndonjë email apo me ndonjë mesazh na i dërgojnë të na njoftojnë sa do qoftë, vim të kapim gjërat. Nuk është të thonë që t'jemi krejt, po sa do qoftë të informojmë. Kam gjërat e mira, kam gjërat që unë kam pas nështë dëshirë me shku, kur e kam pa vonë. Kam parasysh që thua, Unë nuk e tham që e bëjnë me qëllim. Një takim, po thua një takim i ambasadorit, apo ka ardhë ka ardhë presidentin Boston, apo ka ardhë për këto e ke fjalën. E kam fjalën. Dhe aktivitetet e ndryshme që krijon. Më dërgu tash edhe nëse nuk mundën në me shku, është kolegu im. Ose ti nuk mundesh me marrë. Ti jemi well informed, ti jemi shumë të informuar. Ti jep një informat tjetër, unë jap një format tjetër. Do me thonë njerëzit nuk e ndëgjojnë të njëjtën, po do ta ndëgjojnë në çdo informacioni, në çdo informati. E kur ta bësh në një informat tjetër është pak më ndryshe. Edhe tash për shembull, kjo është ajo që na mungon. Për çarjen ton, siç janë shoqatat e mëdha, për shembull, ne jemi shqiptar. Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malëzi, Preshevë, Bujanovë, ne jemi. Tashti, tu kemi shoqatat me emra, ato është Struga, Ulçini, kanë gjitha Çamëria, Skënderbeu, këtë janë. Po është mirë se cilat shoqata këto, me i pas informatat e tona. Nuk është e thënë me i pas informatat e tona. Vetëm se më na i dërguar, që jem njerëz pak, di që mundohemi që t'ju promovojmë blesa të qoftë edhe me naftu, ose ke mundësi të ndihemi më afër. Të ndihemi ne si media, të ndihemi më afër, se të bësh edhe përçarje në media është punë kote. Unë i shoh edhe televizionet tona në Kosovë, në Shqipëri, ku të shoh në vendet tona, janë veç, po kur gjen puna një gjë që duhet të xhirohet, ose duhet një bisedë, ose prej presidentes, ose presidenti, kryeministrit, ose pa marrë parasysh, të gjithë televizionet shkojnë edhe e marrin informacionin për presidentin. Se mos ta kemi edhe ne këtu do. Mos ta kemi edhe ne për shembull. Një email it's nothing. Unë Pse? Dua ta falenderoj presidentin e Kosovës, zonjën Osmani. Jo sa Osmani, se me të vërtet është një zonjë, një presidente shumë e zgjuar. Edhe atë shumë që nuk ishte kohë për një intervistë vogël, sa të qoftë i gjetëm 2 minuta, 3 minuta e bënëm një intervistë. Kur do njeri, gjithçka bën. E kështu që kur ndodhi? Se kam parë Te bitë e Shqipës isha atje. Te bitë e Shqipës, no. Edhe më thej që fole edhe kishit një. Është mirë disa do qoftë edhe që t'jemi së bashku, edhe kjo është një gjë e bukur e mediave tona, sa më shumë më hapen podcaste, sa më shumë më bo media më shumë është më mirë, se unë mundohet që unë janë shkaloj, po kolegu tjetër e shfaq, thëmë, paska shfaq, sa bukur, apo kuptani, kjo është. Por versioni jem është pak më ndryshe. E juve është pak më ndryshe. Ati tjetrit është pak më ndryshe.
E kështu që secili njeri që të ndihet në atë versionin e vet të pjesës të prezantimit televiziv ose podcast ose Është kjo njëna, është kjo njëna mungesat që kemi tani, domethënë juve që ndjeni si televizion. Po me këto, me duhet tjetë kjo e emaileve që të njoftohesh tërkohën. Kjo është një mungesë pak duhet rregullohet kjo, duhet që të keni emailat e tonë ose të na i dërgojnë ndonjë email ose munden edhe nëpërmes Facebookut ose shumica mund të e kemi qitë në Facebook. E kemi qitë Facebook, bëu follower atje dhe i merr informacionet kinda. Po mirë, por nuk e kam problem pune, si ta marr follow-in tonë kur nështë unë nuk të kam ty, s'po të njoh. Ose ti që disa kohë edhe unë nështë kam bu follow si di ose njofton burr. Po unë po flas për këto emrat e mëdhaj. Për ambasadat. Edhe unë ashtu ta them me kështu pa dorashka fare, ashtu i marrvesh të gjitha ç'a ndodhin. Ishte filani këtu, nuk e di, nuk jam i updateur në për këto website-et ku bëhen këto që merren infot e gjitha, po kjo e emailit s'ka gjë më të bukur, zgjidhi 2-3 veta, nuk po them zgjidh Altinin, po Nolin, why not? Noli është shumë herë më lart se mua, në kuptim, po Noli apo Alp TV apo 2-3 Dëgjoj, kjo është një gabim që e folet, kështu që... No, të dëgjoj, mësoj. Më fal, nuk duhet të se Noli më i madh ose ti. Ne kemi secili kemi atë shkallën ku jemi dhe tek jemi. Domethënë, unë nuk e bëj ta thash edhe po e them. Unë nuk e bëj këtë nga mendje madhësia ime që ti jam dikush më i madh. Apo kupton. As e vënë dyshim. Unë e vlerësoj për shkak kur thot një Ishe shumë popullor biles kur folëm me jashtë mase i kënaqur, domethënë kemi folur dhe Altin kur të duash atje as se llogarismën ndje madhsin fare E kjo është një gjë e bukur se secili kemi ato versionin e prezantimit, paraqitjes, rrugtimit të jetës dhe ne kemi produktën në tavolinë. Kjo është. Domethënë këtu s'ka as kush nuk thotë që ky është televizion i madh, është i madh, kuptohet se janë buxhetet e mëdha, janë njerëz të shkolluar, kanë shkuar shkollë, po secili e ka atë profilin që profilin e vet që mund të menaxhon. Po. Unë kur kam fillimit ka qenën, kam thonën si do t'ja filloj. Ja, ashtu, ja. Jo si do t'ja filloj që s'u do t'ja dal, po si thotë gjaku vlonte adrenalina. Gjaku vlonte, po atë që vlonte ta shikoj ku po del bulluri, ajo bulcat ku po dalin. Edhe tani dulen, edhe po dalin, e kështu që çdo herë vetëm se çdo gjë e bukur. Unë më shumë ti i dua ata njerëz, edhe ti duhet me qenë ai personi, njerëzit që të kritikojnë. Jo që të kritikojnë, që ta thonë atë gabimin. I mention all the time gabimin. E disa herë e përmend gjithkohon, i them në kuptimin e kësaj, më shani, dua të dëgjoj kritikën, më thoni ku jam gabim, çfarë duhet të bëj që të jem sa më pranë jush dhe në mënyrën më perfekte të mundshme. Se ajo të ngre, ajo të grow, they makes you grow. Unë kam 6 vjet. 6 vjet. Kanë qenë për mua që kanë më të ashpër që kanë ra kokës time. Po ato që kanë qenë shërimi më i miri. Unë po i kërkoj, po s'po i gjej, dërgojt e këte në ana ime ata. Pse? Më bien dhe muajnë që. Njeriu që të don më të mirën tate, edhe që don që t'jesh një njeri në vendin e duhur ku t'jesh, janë njerëz të mirë kur ta thonë të drejtën direkt. I love it. Aty e ke suksesin. Unë dua t'i falenderoj këta 6 me shpirt dhe me zemër. Edhe emrat kjo përmende. Sheri, ndaj dhe me mua, të godasin që duat që... Ato njerëz t'i sjelle, por ata njerëz që ta tregojnë sinqeritet janë publiku. Publiku, i kërkoj gjithmonë, i them, dua të dëgjoj. Noli, man, ishte... amazing, ka qenë një orë nga më të mirat, më të bukurat, e kam enjoyuar so much, po e kam shijuar kaq shumë,
se dua të rregulloj çik me flas me shqipen se më vin shumë shpejt anglisht. Ne kam shijuar pamas, jemi drejt fundit, po kam dhe një pyetje që dua ta bëj. Të lutem. Çfarë këshille do jepni të rinjve që duan të ndjekin rrugën e ngjashme me tuajën? Me thonë e lehtë, nuk është edhe e lehtë. Me thonë që është edhe e rëndë, nuk është e rëndë. Me dy fjalë kjo përfundohet. I them të gjithë të rive, e të rejave, edhe ata që janë në moshë që duan të bëjnë diçka, kur nuk është vonë për të bërë diçka, me thonë, shpesh herë përdorin njerëz të thonë, kisha bërë këtë, po jam vjetrues, po mundem, harroj atë. Jump, hidhu. Hidhu edhe kur mos e frikoj. Një sen çka e doni, kur mos e dështoni. Një sen çka e dëshironi, Asnjëherë s'ka për të kur dështuar. mos e mohoni se do t'ja dilni. Vetëm dashuri kur kesh në punë, edhe t'jesh një person pozitiv, ti do t'jesh njeriu më i miri. Nëse nuk e don, mos e kap se s'është për tyje. Nëse e don, kape se do t'ja dash. Se ka lidhje me dashuri. Kështu që shkollimi është numër parë. Pozitiviteti, sinqeriteti, t'jesh një ndër personat që edhe të përballosh gjithçka, se kur t'jesh në këto gjërat duke punuar kanë më të ardhen edhe ndoshta edhe gurzi shumë mëdhaj, po aq shumë kanë marrë të mëdhaj gurzit që nëse din me i menaxhu, ata gurzit as nuk kanë më të prek. Menaxhimi i gurzve është shumë interesant. Ta them edhe një gjë tjetër shumë interesante. Dua ta dëgjoj, je. Për t'u ashpërsu me dikën është shumë lehtë. Por për ta larguar të një ashpër që të ashpërson ty, që don të hidhet tyje, është shumë lehtë. Folja fjalën e mirë. Ta tha fjalën e Është rëndë, shumë e rëndësishme. ana shkaloja. Bëre vetëm pak si budalla. E di që kam parë se ta prezllavin, po shumë e vlefshme kjo fjalë që the, po kam parë Sofia Vergaren, ata aktoren e madhe hollywoodiane, ka thënë, pse të lëndon kaq shumë fjala kur është në gjuhën tënde të nënës. Kur ta thot anglisht ai tjetri pikën fare kështu, domethënë apo spanjisht, ti ikën si vëre. Kurse në shqip të vret kaq shumë kur ta thot në shqip. Kaloje siç kalon ato, tek vim te kjo që thatë ju. Si që anë shkalon ato kur e dëgjon në gjuhë huaj, shkaloj edhe këtë fjalën kur e dëgjon, mos i kushto, mos ja jep gjithë atë energjinë fjalës keqe. Fjalët e prindve tonë gjithmonë kanë qenën, po flas për prindët e mi dhe prindët e juve, gjithkujt. Yeah. Një fjalë që e kam si amanet familjarëve të mi është a ndjeve, nuk ndjeva, a pave, nuk pave. Po, a tha dikush? No, nuk tha. Ti kemi qenën vetusi më i mirë në botë. Durimi edhe qetësia në shpirtin tënë ja kalon. Unë kam pas raste. Jam pik supporter i kësaj që the, Unë kam pas raste kur kam filluar me punën time të gjiroj, kam dalë për evente. Ka ndodhë rasti që mundohë që është pak kurrejtje është hull kamera. Kanë pa njerëz që jo është hull, kanë shty, kanë bërë, por unë s'kam bëzër. Po, pa hiri. Ndodhin të gjane. Si hidhet benzin zjarit, të vazhdo Edhe No, të falenderoj për këtë, për karakterin që ke ndërtuar. Edhe e di pse kështu duhet të jemi të gjithë, por ne jemi ballkanase, kemi një 2 minutë. E ke parasysh, po punojmë shumë me veten dhe duhet punojmë gjithë. Si kjo që the ti, duhet punojmë shumë me veten. Nuk pa asgjë, nuk. Po kjo është heshtja është më e bukur gjë në botë, që njeriu që mund të kalon mirë, por tash
ne shqiptar kemi pak, kemi E atë. kemi po, Ballkanas, e kemi atë por- 2 minuqin. edhe pse kemi, mund ta menaxhojmë. Me kupton? Mund ta menaxhojmë. Me të vërtet kjo është një gjë e imja që me të vërtet tash edhe më herët unë ndoshta në bisedet e mia me të ftuarit që i kam, unë nuk do t'ja flishe ose ta kapi mikrofonin të flas për vetveten, diçka do të jetë një gjë shumë çka po flet ky njeri. Atë mund ta bësh të besoj, po atë mund ta bësh tek emisioni parë, mund të thuash 2 gjëra. Por unë të mijat do vi atje tek Noli Show. E kështu që po ndahen bukur edhe unë të preferoj në të ardhmen të uroj suksese edhe për zgjedhjen e të ftuarve është mirë që t'jenë njerëzit me shembuj që të marrim mësim. Unë personalisht, ai Marrim si më shuash. të marrim mësim sa më shumë. Edhe familja jon, kalamaj tan të marrin të kenë çat marrin. Edukata edhe afërsimi te familjarët ose te shoqëria, te komuniteti, te gjithçka, ajo ka më qenë shumë primare kur kemi shumë emisione edhe kur kemi shumë njerëz që janë njerëz të me një karakter ose me një eksperiencë, me një provojë jetësh. Ti ki edhe fëmijë me një gjysmë viti që ka arrit një karrierë shumë të madhe botërore. Ajo është talent që ka rarë në shpirt, po ai të flet vetëm për çato një javë ose 2 javë që shi ka ardhur ai talent edhe më ai ndalet, ai ka me vazhdu jetën prap. Ai ka me shku në shumë shkallë tjera deri të arritet në suksesin e ku duhet. A me qenë se është yllbote. Ja shikojnë disa futbollistat tonë të Kosovës që kanë rritën Gjigant. Po ata në atë që kanë bëu të luajtur. Ata vetëm kanë luajtur, po e kanë pas një talent në brendësi që për një herë kanë shpërthy. E këto ne duhet me i tillë. Edhe i lus të gjithë pjesëtar të artit, shkencëtar, poeta, artista, aktor, regjisor, moderator, që të shkojnë në secilin emision ose të shkojnë në secilin person që ju fton për me tregu një rrugtim të jetës së juaj, do të jetë shumë primare, edhe do ta nderoni sikur Altinin, mua, atjetrin, edhe do ta nderoni veten. Do i shikoj komuniteti jon, do i bëj më të prekshëm. Do jenë më të prekshëm. Do di me të vërtet se kush është për shembull Uzuni apo kër kemi këtu nga të artit apo kush mentori, kush është Noli, të tjerë, Subiu apo të gjithë çka kemi në komunitetin ton. E ke parasysh do i shikojnë familjet tona, kalamajt tan, të gjithë. Unë për vete, prej sa kam filluar me danë në media, me kamera, me këto gjërat e mia që bëj unë duhet të falenderoj të gjithë komunitetet tona shqiptare që sa herë që kam shkuar, më është hapur dyra, as më kanë thënën o do të me pagu, o do të me bë këtë, o do të me bë këtë. Jam edhe po ndihem sikur me kanë njeriu më i veçantë në botë, unë jam njeriu më i thjeshtë këtu. Vetëm se jam shumë krenar dhe i lumtur që kam edhe vatrën. E pash, sa hyre e pash atë pinin, stemën, si quhet. Kjo është emblema e vatrës. Me pash dielli. Edhe kjo është e tëra, unë pres emisione me bë dhe shumë edhe i thras të gjithë njerëzit edhe nëpërmes medias tonë që të më kontaktojnë sa do qoftë i marrë edhe në Rock Hill Community TV, t'ju hap hapësirën atje. Të flasin për suksesin e tyne. Kjo na duhet ne. Do jetë amazing, do jetë shumë e bukur. Noli, jemi në fund. Ishte një kënaqësi e veçantë edhe pata që mësova dhe më pëlqeu jashtë mase rrugtimi. Një njeri nuk bëj si janë prej lozhe, po ta them me shpirt, një njeri multidimensional edhe ke kërkuar fatin tënd gjithandeja dhe ta them me shpirt nuk është easy.
shiko, ne jemi të reatuar e të gjitha për shembull duat të rregulluar si dhe juve në Connecticut po dhe ne këtu në Boston. Nesër pas nesër ta zëm duam të ikim në Florida kur kemi dalë në pension. Nuk është e kollajshme. Kur mendon ju keni lëvizur në 4 shtete, like it's not, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Je një njeri për t'u admiruar, një energji e pa shoq, ta them me shpirt, vetëm transmeton energji dhe të shikoj tërkohën je pam, ky këtu, unë këtu, jam energjia, e shikoj the movement, të gjitha lëvizjet, like unbelievable. May God bless you. Ta them me shpirt nga Altini te Noli direkt, ta them me zëmër. Ishte një kënaqësi e veçantë. Tash kjo është një gjë që unë se baj, e bën shpirti, e bën trupi, e bën ato që thom mungesa, thom, hata bëj këtë, hata të bëj këtë. Ndoshta ndonjëherë thom bjen e shtunja e dielja, thom të pushoj të kënaqem, pa nuk mundem, do ta marr këtë, jo, që kam e marr këtë, jo kam e marr këtë, jo këto, jo duhet më shku këtu, jo. Shko, ja, dhe mënyra e të folvit tash shiko është për tu admiruar, ta them me shpirt. No, it's like 60 vjeç dukesh sikur ke 60 vjeç është vetëm you have it 60 on your own. But like mënyra e të folësh, like edhe mënyra e të menduar si 30 vjeç, si 25 vjeç, këtu çfarë do bëj? Do këtu. Men, ta them, burr je me për të patur zili, ta them me shpirt, like jam big fan. Nuk e di ndonjëherë shikoj vetën time, do jem dhe unë kështu 60 vjeç kur vete se unë deri 50 tashti. Po do jem dhe unë njëherë kam energji e gjëra, po kur shikoj njerëz të tjerë për shembull, ja, kush ka qenë mentori, kam pas shumë të ftuar, po like energji e papar kur e krahason si e juaja 60 edhe energjia si për 30, like may God bless you. Bekov Zotit. Po është në sy ton, ne që e shikojmë. Po, Altin, të thash unë, kjo është një gjë 40 vite eksperiencë. Edhe thash unë i pa lodhur, i përkushtuar deri në like details në të gjitha. Unë i shoh disa amerikan edhe 90 vjeç e kanë trurin aq të kthjellët që edhe ti vet nuk i beso, nuk i beson vetës që ky njeri ka janë menaxhues të mirë të jetës së tyre dhe do thoshja edhe këtë për juve. Nuk e di. Dhe menaxhimi që bën do jesh Unë një gjë shumë interesante që unë nuk e kam pasur vetëm menaxhimin e çështjes të flokut edhe sotit të televizionit, po unë e kam edhe kujdesin e menaxhimin e familjes. Sta ka sjell kjo e berberhan e hairstylist që je në details i fokusuar kur merresh me hairstyling dhe atë e ke përçuar dhe këshillat familjare mu nuk më kanë mungu kur për fëmijën e me. Para ta dhe fëmijën e me i kanë edukuar në atë mënyrën si duhet që fëmija me sot janë dhe zotë vetës edhe flas se e di që normal kam punu për ta edhe në shkollë kur kanë qenë s'kam pas probleme kur s'kam pas kur njët s'kam pas probleme. Diçka i them çupës, ja duhet të dëgjoj. Jam mundu që t'jem sa ma fun përpara nuk u mujt me punu me televizionin, nuk u punu me flokun që ti mbaj familjen, nuk u punu që të bëj shtëpiat, nuk u punu që të bëj. Po ky shpirt nuk është largu, më është kthy. Se tash kjo shiko. Kjo është më ka kthy. Është like ja atë kur e pash në fillim që hyre që po takoheshim që ulëm çik, kur e pash no way tash you serious, seriozisht e ke me atë kamerën like në gjithë ato lufte, në gjithë ato lëvizje me plaçka në kurrizë dhe ke mbajtur kamerën që atëherë kur ke qenë kur dush diçka ki me veti, e marr me veti, e bën me veti. Po dua të vi tek ajo, e di çai them çupës këto këshillat në familje. Si të gjithë, si dhe juve, këshillat në familje, i them çupës. I them babi do ta thot këtë gjë. Do zoti është 22 vjeçë, babi do ta thot këtë gjë, do ulemi, do flasim. Kur bëm përgatitjen për ti kur në shkollë, se është një 2 orë larg. I them, ajo më thot mua, babi thoje, unë e di se do që ta thuash ti. Porosit që japim ne prindë, e di unë se do të ta thuash ti që të ndihesh mirë vete. Ke parasysh se duhet bëj detyrën e prindit.
Altin, unë kisha thonë një gjë, a ka mundësi vetëm edhe një porosi t'ju ala të gjithë Po. shqiptarë amerikanëve që janë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të them kështu, mundohuni sa më shumë që fëmijëve të juaj mos t'ja harroni shqipen. Preferenca ime që kam bërë unë për 26 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës e kam bërë kështu. Nusja ime ka qëndru në shtëpi, mi ka rrit fëmin, Wow. edhe sot mi janë flasin shqip. Nusja ime ka punuar në Amerikë, po unë kam qëndru në shtëpi. Do me thonën, njeri bëni Ka qenë tërkohën në kontakt me familjen, me fëmijët. Ndrimin e punës është mirë ta bëni me bashortën e juve që fëmijën mos e lëni në duar të huaja. Mos e çoni në daycare. Jo që mos me çu në daycare se mirë është me e çu, por mos u mashtroni nga leku shumë, pse e hupni edhe gjuhën, e hupni identitetin. Ashtu është. Kam parë në disa prend këto, fëmijën është nuk ka shumë kohë që jetë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i flet në gjuhën angleze. Nuk është problem, ajo është e drejta juaj, ju e doni edhe menaxhoni si doni. Kjo është një preferencë imja që dua t'ju them të gjithë. Është shumë e bukur dhe e mbështes. No, jam pro. Të gjithë kanë nevojë Mos ta humbasim. Mos ta humbasin. E ke nanën në shtëpi, babën në shtëpi, tjetër Se më jo. bukur. Por të mirët fëmija të dorëzohet në duar të huaj, jo që s'ka besim. Ja këto ke besim me mostoj. Po është gjë të gjëra që humbasim. Për Humbasim. mos t'i humbasim, Fëmijët e flasin, me që jemi tek Shqip, krejt po. shqip, Mua çupa ma flet mesat mirë kam në tri një mesat vogla si qa flasin thua shqip. e këpusin fare e të çajnë. Jo. Çunin kam pas probleme, atë kishte se ka një kur janë në Rom dhe në Shqipëri me pushime për Krishtlindje, çuni ishte në siklet. Sa mirë do ishte, po çuni ishte në siklet për komunikimin se gjysëm shqip, gjysëm anglisht, kurse çupa mund të gaboj në një folje, e ke parasysh që e vendos në mënyrë drejt, dhe po me të gjitha kështu, po ajo është një gjë e mirë, dhe thirrje ishte një Kjo është atë që kam dëshirë. Ashtu kështu, pa keq kuptim tretja për neve do të dihet, po bilesa do qoftë ti mbajmë pak sa. mendohet gjithmonë për më mbrapa, pse mos t'i ruajmë. Kështu që unë mund të them ishte një kënaqësi ime e madhe që me Noli, unë sot po Ishte dihem. pleasure, ishte kënaqësi e pa parë, e kam shijuar jashtë mase ato që ju thash dhe pak më përpara. Miku im kam një shishe verë, se jemi në sezon festash, kemi Krishtlindjet, nuk e di për Krishtlindjet, apo jo, Faleminderit si të shumë. gjithë, unë jam like ku hajt e pjet Faleminderit bashko. shumë edhe unë. Edhe shijoj me familjen, hev një glas, pi një gotë verë me Të me falenderoj bashkëshorten shumë tuaj, edhe edhe do më lësh dhe një, e lëm pas një përshkrim këtu të vogël për kohën që kaluam bashkë. edhe Edhe- një po të falenderoj shumë. Ju përshëndesin të gjithëve nga zëmra, edhe të gjithë shqiptarët të kalojnë një Krishtlindje, kudo që janë një Krishtlindje dhe një vit të ri sa më të bukur, si për ata që e oqa që ke largohë nga kamera. Atëherë të gjithë shqiptarëve dua t'i përshëndes nga zemra unë Noli, dhe ishte kënaqësia ime që sot 5:20 jem sabat dhe të flas kaq shumë, dua të ju falenderoj, besoj që nuk jam bërë monoton, por do të jetë një gjë e bukur që do të ndëgjoni disa nga eksperiencat e mia për këto 40 vjet dhe ju uroj të gjithëve festat e Krishtlindjeve dhe urime vitin e ri dhe në 2026 në provë Zotit gjërat më të bukura dhe sa më shumë afrim bashkim komunitetit jo shqiptar. Ashtu është. Tu që jemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, 100%. edhe në vendin tonë, edhe në trojet tona. Faleminderit. Mirupafshim të gjithëve, ju përshëndesim. Kalofshi mirë. Festa të gëzueshme.